Një 51 vjeçar përfundoi në prangat e policisë kufitare në Han të Hotit ndërsa po tentonte të linte Shqipërinë, ndërsa rezultonte i shpallur në kërkim. Si rezultat i kontrolleve të shtuara nga shërbimet e Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit në pikat e kalimit kufitar, bazuar dhe në të dhënat e inteligjencës policore, u kap në dalje të vendit në Han të Hotit shtetësi me inicialet FH, 51 vjeç, banues në vrag. Ky shtetës ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër i ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në burg për veprën penale, ndihmë për kalim të paligjshëm të kufive. 51 vjeçari u dorëzua Drejtorisë Vendore të Gjirokastrës për veprimet mëtejshme. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve ekzekutuan masën e sigurisë arrest me burg për 28 vjeçarin me inicialet IS, pasi gjykata e apelit në Tiranë i ka caktuar këtë masë për veprën penale të trafikimit të armëve dhe municioneve luftarake. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor nisën procedim në gjendje të lirë për një 24 vjeçar që u kap duke drejtuar mjetin pa leje drejtimi, po këta specialistë referuan materialet në prokurori pasi në datën 11/6/2025 në aksin rrugor Shkodër-Theth, shtetasi polak JS 42 vjeç duke drejtuar motomjetin ka humbur kontrollin, është rrëzuar dhe përpasoj ka pësuar dëmtime. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve proceduan në gjendje të lirë shtetasit LM 54 vjeç banues në Belaj, AM 55 vjeç banues në Shkodër dhe HM 66 vjeç banues në Tiranë, pasi akuzohen për krye punime shpaleje, ushtrim të dhunës psikologjike ndaj bashkëshortes, si dhe për vjedhje të një shume parash. Materialet për këtë rast i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.